Ragip Berisha është një nga peshkatarët amator nga Kosova, të cilin e gjen çdo fundjavë në liçenin e Kukësit. Thotë që është një relaks dhe kënaqësi, ndaj edhe kujdeset që të mbaj pastër vijën përgjatë bregut të liçenit. Liçenin e Kukësit thotë se ka vizituar vjet për herë të parë dhe nuk i është ndarë që për asaj kohë. Ragip Berisha nga Prishtina është njëri prej peshkatarëve amator të Kosovës që frekuentojnë çdo fundjavë liçenin e Kukësit, e cilësojnë në relaks dhe shijojnë qëndrimin pranë bregut të liçenit. Jena orë djerë prej Prishtinë, vina jo shpesh, vim rrallë, po këto kalojna mirë, qetësi, pastërti, edhe nuk kemë kur par probleme, mirë kalojna, për që ata vim prej Prishtinë këto. Është në pension, e për Ragipin nuk ka rëndësi nëse zë ose jo peshk. Edhe pak pensioner, nuk me to knashme nëse këto. Nuk jem të interesum shumë me në zonë, po veç me kalu kohën pak më relaksu. Kanë edhe vendet të tjera peshkimi e burime ujore, por në Kukës e pëlqejnë më shumë. Jo, aq, po kadal. Nështë ta që mëse kohën e kam, vender kohë këto, edhe shkojmë edhe në Dri, në Kosovë. Kemë atje dy liçene, po këto na pëlqen më shumë. Vitin e kaluar ka qenë për herë të parë në liçenin e Kukësit dhe nuk është ndarë prej një viti. Po për herë të parë na ardhë me provu vjet këto. I na konë tjetër në atje, na ka pëlqyer shumë, edhe tash kur kem kohë ashtu pak më të madhe, vim këto. Janë një grup shokësh nga Prishtina dhe natën e kalojnë në breg të liçenit. Tash varet edhe për koha, për momentin është pak. Tash është një edhe në zonë, edhe vetë nuk muj me orë veç vetë këtu pa në shok. Tash na bo, na 5 shok, edhe vim këtu. Është antar i licencuar i shoqatës së peshkatarëve të Kosovës, shoqatë e cila ka rregullat e saj jo vetëm të gjuetisë, por edhe për kujdesjes për faunën ujore. Kjo leja, na e paguajmë vjet këto. E ki këto shembull me emrin, biemrin, komuna, numri personal, që tash i kije ndalesat e peshkimit kur është ai, kur është ky, i ki me mujt këtë datat. Sa nëse del me peshku për bëjna, e kem para pa me sa me kanë largë pe shokut, edhe kjo është në rregull. Tash nuk është edhe të na 100%, po kanë fillu me apliku edhe pak me pas një rend, çdo sen. Me vete mbajnë gjithçka që i duhet një peshkatari kur niset për të peshkuar. S'muj me ngjese shumë ka. Grepat, që tash këto ka, këto kalamoqen, që këto janë alarma, që këto janë grepat, që këto janë dritat për natën. S'muj me ngjë krejt, se shumë i dojnë. Ta në varet edhe qka qysh në shta kanë gjetë. Që kjo shumë të bëj rrinë mi ujë, po kjo është tjetër shtagë që peshkujnë, po me ta këto s'po peshkujnë, se si jem të interesuar edhe po të vogël ashtu. Thotë se ndjen dhe e di kur peshku i afrohet karremit dhe ha ushqimin. E dim na kur e hanë ushqimin unë. I kemë na dritat janë që i ngjisëm në këtë qepatane, i ngjisëm shumë për bëj drita këto, edhe kam dikun që të edhe i ngjisëm dritat, edhe din se kur e prejkë ushqimin atje, ajo qohët që kjo, që tash e she. Ka të gjithë sinjalizuesit, qoftë për ditën, por edhe natën me ndriçues. Që tash ngjisëm këtu, edhe tash tash kur të merë ushqimin aja atje, kjo qohët qështu natë. Kjo qohët qështu. E tash na i ngjisëm dritat që i shes, tanë ma letë, kur hahet ushqimi.
Janë amator, por e duan peshkimin edhe si një sport për ta ruajtur. Peshqit e vegjël i lëshojnë sërish, marrin vetëm ato që u duket se janë për t'u marrë. Edhe që janë të maj, cila 2 kila e manalt, i morëm. Këta tjetë që janë më të vogël, i lëshojmë apet. Që janë të maj, i morëm shanë për bëj. Që janë të vogël apet, i lëshojna. Thotë se peshkimi me grep nuk e dëmton peshkun, por janë mënyrat e tjera ato që e dëmtojnë. Në varët është grepi nuk e dëmton kurrë, nëse është peshkatari i sinqert. Ka që e dëmtojnë, po ata e dim që e dëmtojnë, pëse e dëmtojnë. Me grep s'më në dëmton. Ragipi dhe kolegët kujdesen edhe për mjedisin për gjatë bregut të liçenit. Po, tash këtu njëre për na pëlqen që është ma qetë, edhe është ma pastërti, Krapi është peshku më i mirë për ragipin, e nuk ka njohuri të plota për llojet e tjera që rriten në liçenin e Kukësit. Po na ma shumë që të krapin. Unë nuk jam tash më vonja komunist, po ka peshkatar që i den krejt ato cili është ajtë, na ma shumë që to i nëzojmë. Liçeni i Kukësit është më i madhi në vend dhe me një pasuri të rrallë ujore, për sa i përket shumëllojshmërisë së peshqve.